nuk e bëm tetën për shkak të obligimeve të mia që kam nesër. Edhe informacionet edhe pak të vonë për shkak se sot më gjes e kuptova për obligim të pashmangshëm që kam nesër, kështu që sonte jemi. Tash kur ka informacion të vonë, s'mundemi me i akuzu ata që nuk kanë ardhur, për shkak se do të vonesë është informacioni. E gjithë edhe kërë është me kohë, nuk kemi dhe numër njerëzve. Po pa marrë parasysh, ata që duhet me qenë janë këto. Temën për sot e kom adaptu në pas të ngjarjeve, reakcioneve edhe prioriteteve që rjeta gjatë javës i ka shpreh ose unë kom marrë informacione nga rjeta. Tema është menaxhimi i informacionit. Menaxhimi i informacionit është temë shumë e gjerë, është shumë e thellë, edhe mundohem në mënyrën time, në pas dijeve, eksperiencës, edhe gjitha saj që unë e konceptoj si duhet menaxhohet informacioni. Ju e dini se njerëzit që kanë informacione, edhe dini menaxhu informacionet, edhe nxjerrin përfundime drejta nga këto informacione, ata e njerëz suksesshëm. Jashtëzakonisht suksesshëm. Edhe thuhet se ata që kanë informacionin të partë, ata në përparësi shumë të madhe në krahasim me ata që marrin informacionin pak të madhe. Por kjo nuk do të thotë se nëse kam informacionin i parë, a nuk di me menaxhu atë informacion, se me automatizëm unë kam përparësi edhe se e kam atë informacion. Kjo është, domethënë, një. Domethënë, koha e informacionit, pesha, do të thotë, madhësia e informacionit është në dy. Edhe kjo ndoshta është kyçe në lidhje me atë që do të bisedojmë sot. Ka informacione që kanë peshë shumë të madhe. Pa ma parasysh informacione negativ apo pozitiv. Themi është prej burimit, edhe keni informacion se po ndodh kjo, themi, në një kompani. Edhe themi se është informacioni i nivelit shumë të lartë, informacionit pozitiv. Atëherë, përpunimi nga ana jonë varet direkt dhe në mënyrë proporcionale në bazë të asaj sa ne kemi dije, sa kemi urtësi, sa kemi mençuri dhe inteligjencë. Mençuria dhe inteligjenca dallohet. Ka njerëz që janë të mençur, mas janë inteligjent. Ka njerëz që janë inteligjent, janë të mençur. Ka që janë inteligjent, të mençur. Ka të katër, as inteligjent as të mençur, ata kanë problem, nuk dalin e kanë vetëm nëse kanë dije. E kompenzojnë inteligjencën edhe mençurinë. Për shkak se kanë njohuri, edhe në situata të caktuara kërkojnë prej burimit që kanë dije e përcaktojnë, marrin vendime të drejta. Domethënë, nuk është as inteligjent, as nuk është i mençur, po ka pas, të themi, fat, e kalu me një farë trajektore, ka pas shoqe, ka përcjell, ka lexuar libra, ka përcjell njerëz suksesshëm, është rrit me njerëz suksesshëm, edhe me një farë forme ka kompenzuar pa ato në raste jashtëzakonisht rralla, për shkak se një që është inteligjent dhe s'ka mençuri shumë e ka librin larg. Libri refuzon atë. Etash. Themi se keni informacion. Nëse është informacioni pozitiv, edhe është i madh, a nuk keni kapacitet me përpunu? Kapaciteti varet thash prej dijeve, prej eksperiencës,
prej mençurisë, prej inteligjencës. Nëse keni gjithë, është jashtëzakonisht mirë, edhe pse eksperienca ka domthon trashët ose pasurohet me kohë. Është urtësia ajo që vjen si element e eksperiencës që megjithatë pritet te njerëz që janë në mosha pak më të shtyrë. Nëse nuk janë këto elemente, a ju keni informacion, ju mungojnë, atëherë naiviteti dhe entuziazmi për shkak të atij informacionit pozitiv që keni marrë, ju shtyn me hy me një proces të papërgatitur. Se dhe ishe I qartë. Themi, kapaciteti im nuk është në nivel në informacionin që marrë. Do thonë, cilo nivel pas dijet mjaftueshëm për atë informacion, me qenë I mençur me kap drejt informacionin, inteligjent me proponu si duhet, me eksperiencë, me urtësi me pranu, nëse mungojnë këto elemente, a informacion më bën dëm edhe pse është I mirë. Për shkak se nisëm me një rrugë ku unë vetëm marr informacion entuziazmuar, edhe hy me fyt ndreze. Me fyt ndreze thonë, nuk guzon me fut. E pastaj, informacioni është shumë I mirë, ajo është I vërtet, ti e fut në proces. Në proces, kur vjen puna me qenë pjesë e realizimit të atij projektit që ti ke informacion, ti vjen pengesën e parë. Hyn në mënyrë naive, me pritje shumë të mëdha se është wow. Mirë po befasohesh se në realitet s'qenë ka pas ashtu. Edhe në jetën private keni të njëjtën. Themi pa eksperiencën e duhur, pa dije elementare, pa njohuri, pa mençuri, pa inteligjencë, themi dy gjini takohen. Asnjëra gjini nuk e njeh botën e anasjell gjinis tjetër. Nuk e njeh. Mashkulli se njeh si funksionon bota e femrave, femrat nuk e njohin si funksionon. Po? Edhe në mënyrë naive informacioni shka. Ky I bukur ajo shumë e bukur, vjen diçka, domethënë punon emocioni, edhe futen në jetë. Aty s'është përdor as mendja shëndosh, s'është përdor as intelekti, s'është përdor mençuria, eksperienca, nuk ka bazë për me nisë. Dhe vetëm fati mund të shpëtu nëse ata janë karaktere si duhet, edhe në hapërim e sipër bën kompromise. Edhe shkon puna mirë. Për ndryshe, nëse nisemi vetëm prej bukurisë, themi prej fotografisë madhe, e pastaj në hapërim e sipër dalin probleme, është rezultat se ne jemi fajtor që me kohë nuk I kemi përpunu si duhet informacionin. A nëse ai informacion do të qenë edhe I mbështjellën gjashtë bukur, një celofan bukur, e mandej pedal diçka tjetër. Domethënë, në mënyrë proporcionale, direkt proporcionale. Pengesat që dalin nga hapërim e sipër janë problemi fillestar, që kur e kom marrë informacion, ose si informacion është edhe atë që ta thot ndjenja, emocioni, e merr si diçka që është, prandaj edhe thuhet mirët, domethënë sytë edhe truni janë të mjegulluar. Po marr një shembull që është më I afërt për ju, e një bateri, për ta kuptuar fenomenin. Në biznes, të jemi prezentohet, është informacion, tashti jenë me dijet kufizuar. Se prek librin me dorë, thë unë e di. E dini atë kategorinë e njerëzve, po, cila është për 4 kategorive, ajo që është kështu ma vdekje pruse. Cila është? Mendon që din, a nuk e di që nuk din. Edhe nuk din, edhe mendon që din. A është problem shumë I madh. Zakonisht është rezultat I mangësisë në këto elemente që unë I shpreh. Prandaj ne themi se shoqërimi me librin
dijet e filtrojnë paqartësinë tonë në çdo hap tash. Prandaj thuhet se është investimi më i mirë, investimi në vetë. Tash e kemi precizuar në bazë të asaj çka do të thotë përpunimi i informacionit. Do të thotë, kur është informacioni edhe pozitiv, ekstra pozitiv, nëse nuk kam fuqi, pesh, specifike, mentale, shpirtnore, mendore, me pranu si duhet, ai ban dam të unë. Që një shembull thjesht, që thot, ka pas shans një ra lotëria një personit, edhe për një numër, nuk e ka kap. Moment fundit, edhe ka ndru, i ka u bend. Shkon në spitale, që në shqiru. Atje e shef një tjetër, që ka dalë për mend me krejtësisht. Thot, ky shka ka, thot, këti i ka ra, lotëria. Ky ka fitu. Dhe thot, njësoj është emocioni dhe mundësia me dalë për mendve dhe kur fiton, edhe kur hup. Për shkak se edhe një dhe tjetër, edhe në fitim dhe në humbje, kanë pas goditje shumë të se s'ka mund një përpunu. Ajo ka ndodhë me pismiri, emocioni mi u ka plu shumë vrut shumë. Ajo ka ndodhë. Themi, jep kohë se fiton në një ekip, deprimente të habitës, nuk ju njëri qka e gjithë. Do të thëtë, edhe kërë është informacioni ekstra i mirë, nëse si jemi përgatitur në pranu, ne mund në, si 100% të ndërë. Etër, shka nëse është informacioni negativ? Thejë, nuk dëgjoni informacion shumë negativ. Shka do me di? Jemi të papërgatitur, pranojmë informacionin, nuk e përpunojmë me mendjen e një truri që është i edukuar me lexu, që ka pas lexime sipër shembuj kur themi të jetave tjerëve që kanë jetu para nesh, janë ballafaqur me ashtu situate, se kemi ato si muster, se kemi si model. Pa përgatitur, jemi cullak, shpalosur, pa mbrojtje, na ka informacioni negativ, a nëse jemi përgatitur me amortizu. Çka ndodh? E shkatron totalisht e rëzën personi. Pse tash unë e mbaj këtë si shembull? Për shkak se, thot është një popullore, thot pse macen, e sa shumë shpesh gjindën në telat të korrentit. Telat e korrentit, pse macen e gjindët? Kurreshti. Për shkak kurreshtjes as është e përgatitur. Edhe çka ndodh? Shkon futet aty, fut aty ku nuk duhet. Të gjinja femnore ka zakonisht. Që i shkon të të ma thëmë, marrë informacione, nuk e di se sa më shumë që mirë informacione, qash ma keqe. Po bëj pak shak. Vetëm se janë shumë kurreshtarë. Burrat i më shojnë pak ma... Kalla, se që janë. Me që se ta shë qinit ju në përzi, se së përmi dhe të më shështë, nuk më shështë. Po përzi, po mundona në format të ndryshme, pak shaka, me ma shumë seriozitet, me spjegu çka do thotë. Etësh, jo rasisht, në sistemin e punës biznesit në majmove dhe lajkonet. Edhe këto është ndërimi majmove që me shprej, jo karriera. Dhe është mundësia që unë e kom shfrytzu. Ka qenë mënyra e edukimit edhe sistemi i seminarëve ku neve na ka dhënë mundësi me u ballafaqu me autorë të ndryshëm përmes librave, po edhe direkt përmes atyre që ne kemi pas mundësinë me i dëgju, me i prejk. Për me qenë përgatitur për çdo goditje, për çdo tsunami që na godit.
shqipi nëse nuk dini me notu, edhe vjen një val e lartë, çka bën ai që s'di me notu? Ai që di me notu, çka bën? Futet me kokë deri në tjetër dhe ndin kënaqësi të madhe. E njëjta është për çdo planit. Nëse s'di me notu, është mos përgatitje për çat aspekt. E tash kompania ka bë shumë. Ka shtruar një trajektore që kur e ktheun ja 14 vjet mas punë. Edhe analizoj vetveten nga ky aspekt. Argëtimi sot nuk mund të flet me argëtimin e para 14 vjet. Pse? Për shkak se jo vetëm që s'mund të flet me argëtimin, që duhet me qenë sinqert, domethënë kam rreth shumë gjërë të familje, dhe gana në nësë kanë ato. Kom shoqëri të gjërë, nga qashnia vjetër e Shkupit. Shok, familjar njerëz që janë rritë fëmijë bashkë. Edhe unë në emër të asaj jam prezent fizikisht, ama mundohem mentalisht mos me qenë aty. A dini pse? Pse është bërë dallim shumë i madh në këto 14 vjet, edhe për mua ato biseda, a mënyrë të menduarit është katastrofale. Është kontaminim që megjithatë e duroj për hir të mentalitetit. Që mi thonë Mike Millerit apo Mario Regis çka po bëj thotë ti si tamam, po lejon ti me u etash e mira ka qenë kjo trajektore. Etash jo rastisht kompanit më suksesshme në botë, po dhe ushtrit më suksesshme në botë. Për shembull, cilat shtete mendoni se kanë shërbimin sekret më të fortë? Izrael, Britania, MI6. Iran pas. Izrael. Amerikë. Do thot edhe një shtet që është shtet, nëse institucionin e menaxhimit të informacionit, pas pari arritjen të informacionit, menaxhimit të informacionit e ka si duhet, e përpunon si duhet, ai është shtet i fortë. Ai është shtet i fortë. Shikoni, shtetet e forta dhe regjon përcaktohen në bazë të shërbimit të informacionit, shërbimit sekret. Edhe atë pse i thonë shërbimi sekret? Se nuk guxon me ditë dikush tjetër atë informacion. Pra në popullata me ditë informacionin që ka Mossadi, ose që ka CIA, apo që ka kjo M6. Çka ndodh nëse ju keni atë informacion? Çka ndodh me ju? Asnjë të përgatitur për me proponu atë informacion. I pim fyllit. Se që ka u kontarin. Truni jonë nuk dimi proponu. A truni ati që është ekspert për atë punë, a e proponon. Edhe din si atë informacion, sa dhe që është negativ, me ka analizu në trajektore, e një shtrat lumit që shkon në favor edhe mullinin e interesit të ime të shtetit apo individual apo grupor. Çka mendoni ata njerëz që punojnë në ato zyre shërbimit sekret, a janë përgatitur apo pa përgatitur? Nuk mundesh ti me përpunu informacionin drejt pa atë përgatitje. Ata kalojnë një lepes të dijeve, të trajnimeve, për me pas, edhe atë jo në gjitha nivellet e informacionit. Etash, kur ne fusim hund ma thesë sa që duhet, që kompania është e hapë, shumë është e hapë, dhe shumë letë vjetë e informacion, për shkak se është rjetë, për shkak se duhet me pas informacion, edhe ajo shkon për të mirën, okay, duhet me ditë informacion. Çka ndodh nëse masa s'është përgatitur, ose s'është lideri përgatitur? Çka ndodh? Sikur ky notusi para valës.
Ose e përpunon aq mrasht sa del mandej edhe flet, çka ti flet goja në bazë të peshës vet mentale, shpirtënore, dijeve, mençurisë, inteligjencës. Sot ekipet më të suksesshme në Lajkonet janë ato ekipe ku peshën informacionit e bajnë ata që kanë karriera më të larta, mandej pesha e nivelit 2 të informacionit mund të më shku më poshtë, po e duron. A nuk shkon poshtë për shkak se poshtë masa funksionon në mënyrë të sekt. Dhe kjo është realiteti. Dash i dhënojnë, dash i mos i dhënojnë, dash kupton, dash nëse kupton. Jo krejt njerëzit në këtë botë kanë mundësi me tërheq pesha të mëdha. E njëjta punë është me informacion. Informacioni është peshë, s'është informacioni negativ. Vetëm njerëz të përgatitur, që janë urtak, që janë të hapur, që kanë leju vetes me mësu, inteligjent, të mençur, që kanë sabër, kanë durim. Ata e lejojnë, e përpunojnë edhe bijnë përfundim krejtësisht kundër nga masa. Masa ka, nëse tash dridhet tokë, edhe ka tërmet, çka ndodh me ne? Çka ndodh me ne? Panik. Na ka ndodhur njerëz, dia ka qenë Skënderi në serë, keni qenë në seminar në Struk, 200 sa vjet në seminar. Edhe në Durrës ndodhi. Tërmetja mundi edhe në Struk. Dhe fillon me njerë, mos lëvizni. Po i kom reagu mos lëvizni. Ka qenë një ekip për Belgjisë, shqiptar nga Belgjia, ande pat një koment. Tash mos lëvizni këtë vendet e veta. Ai që prezantoi që vazhdo. Toka u drejtke. Çka ti tash? Ndodhi dridhja. Me njëherë, atë informacion e ka pasë ma të sigur të jemi në poshtë në atë katin, se keni qenë struk në atë salën poshtë, a kishim dalje ne në gjithonë. Kishim dalje. Mirë po s'guxon të me ndodhë panika se 200 veta, nëse marrim turp, me dalë aty ndodhë stampeda. Edhe ata të Belgjisë thanë, që ta shta ka më të përcjellë në jetë këtë që kam thu. Pse tha reakcionit? Ka njerëz që kanë, themi nëse dridhet toka, bukvalisht komplet organizmi që rregullohet. Informacioni si mirë, dridhje e tokës. Mirë po, jo gjithë e marrin njësoj, dhe dikush duhet me reagu, edhe nuk lëvizin. Këta që kanë qenë lartë, recepcion, në përdhoma, këtë që ndalë është. Edhe ka kapon jemi në 200 e sa veta, poshtë për revizin. Edhe ka thonë, shka u po këta, këtë po ikin, edhe mandej, kur u pamë, tha, ne u habitëm. Shka po, ku i një ju? Koshore, vazhdu punë. Ikja e shpejt, në dridhje, në dërtet, zërë në shkallë, ke marrë. Pse? Po shka që ti reagon në bazë të emocionit, ke marrë. Ajo është frikë, që është normale. Normal, nëse më del luani këtu nëse si kjo problem, dhe kjo është o lufta, o ikë. Po, unë ishte me go, unë jam hero dhe s'ka problem. Po se më tonë jam i sigurit të topit kështë t'i dhe, po edhe si te. Po, edhe është mençuri, me rujt vetë për shkak se ti edhe se ke thonë fjallën e fundit në jetën tonë. Po budalla kemi marru në burgu, marru i vdekun, kur ti kje dhe shka me thonë, me qenë fjallën e ka. Informacionet që neve na vinë, me miliona na vinë gjatë ditës, dvogla të mëdha. Edhe truni jonë tërë kohën përmes receptorëve i merë, me nëse truni pa përgatitur, ato jashtëzakonisht keq që i interpreton. Kjo është njësoj si kur një radio sot TV pranus, që ka pranimin e signalit shumë keq, ka sot dhe shumë keq, prej satelitit i vje
themi sinjal si duhet, a fotografinë e shihni tru. Njësoj është edhe me trunin. Cili është motivi që unë e hapi këtë temë? Është se ne duhet me ditë sa kemi peshën tonë, dhe në bazë peshës tonë me proponu informacione. Nëse ne jemi kureshtar, edhe futemi aty ku a informacion në bëndam, a ne mendojmë se din, në realitet e kemi bëtë kundërtën. E ka shumë edhe qatë entuziazm sa do të vogël, e ka shumë komplet. Pra ndaj thuhet shpesher në familje, thuhet këti ose asaj mos i trego, se e merë mrapsht. E merë mrapsht shkatrohet familje. Se së në moni. Së mundet me majtë. Po, që thotë, vetëm unë e din, të dërku së di. Ta ka me këtë në shpinën, këtë që koha e ka marrë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Informacioni është shpat që prejnë koka, prejnë ndyonë. Nëse nuk din me zotru praktikisht shpata lëviz majtas djatas, nuk e keni ide sa shkët. E tash ne mendojmë se nëse ja them une në informacion top secret një personit, se aj ka mu zgju dhe ka me jesë për parë. Jo, e kundërt është. E kundërt është. Për shkak se për mua është top secret dhe unë e di ku do të delë. Ama nëse personi s'është i përgatitur, kemi problem. Nëse është i përgatitur, nuk e di informacionin, është shumë keq poshtë. Për shkak se ti e ke mbajtur në vete, nuk ke pas person me cilin, prandaj insistimi im është mbështetjet e librit. S'ke eksperiencë tjetës, s'ke dije, do është e mençur, do është ta kje dhe pak inteligencë, ama inteligencë dhe mençuria s'muj me përpunu diçka që është jo dije. Pra ndaj është me rëndësi libri. Në mesin e liderëve tonë, unë kam njerëz në strukturë, themi është një doktor i shkencave, është të stomatologjisë. Unë kam problem me te, di pse, për shkak se komplet masa e njerëzve te vijnë te unë, thotë s'po ka çka treme na tregu. Për shkak se nuk lexon. Ama e thotë unë s'kam posë unë profesor në universitet dhe një ligjëri studentave. Po dhe në ligjërimin e ti ma mërmenja se nuk e updateon vetën në diçka të re. Edhe ajo është monoton, edhe s'mund me qenë lider. Edhe unë kur ju them njerëzve, thëmë problemi të është se ti nuk lexon, ata ju nëmë. Ata nuk thonë jo i lexoj. Thotë, ku për di këtë që s'po lexon, për di se po ta shoh përgjigje. Me njerë ma veshun, e keqja e jujet, s'ka të tjetë, nëse jeni të mbushur me dije, me eksperiencë, edhe domthon e keni bëhë hizmetin shumë vetës. E keni një të keqja se e lexoni trunin njeriut, jo se e lexoj që futem në trum, por në ato që e flet, me njerë e di ku i pret fika. E tash, kush ka marrë pjesë në seminarët në strukturë editore? Kur kemi mësu ne si përcillet informacioni drejt. A keni marrë pjesë? Nëse bëjmë qatë eksperimentë këtu, e njëtët. Një mas një. Një mas një, kemi rendi, 12-13 njerëz, në vi, ja ke dhonë këti fundit informacionet, atë këthim krejt në një tabelë. Edhe kemi dhonë numër 3 shifror, me përcel prej aserone, 3-4-15 vete, dhe në fund kë, me shkru numrin 3 shifror. Sakt. Cili ka qenë rezultati? I pasakt. Është dash mu koncentru, me ma informacion vetëm për 3 numra, për 3 numër 3 cifror. Jo ma shumë. Jo ma shumë. A di cila ka qenë loja? Tutëm. Për shembull, unë jam i fundit, edhe themi numrin 357.